A I keni vënë re ndonjëherë ato gurat e lëmuar buzdetit? Kush e di sa dallë të forta kanë përballuar derisa të bëhen aq të qetë, të shëndritshëm e të rregullt? Po toka, si do të mund të vishe me petkun shumë ngjyrës të pranverës nëse nuk do ta përjetonte më para të ftohtin dhe acarët e dimrit? Edhe nëna nuk mund ta mbajë në krah fëmijën e saj pa kaluar dhimbjen e lindjes. A mund të presim ne mëshirë pa sakrificë? Sikur të donte Allahu, a nuk do ta kthente menjëherë farën në fryt? Por sipas ligjit dhe ekuilibrit të vendosur në univers, çdo mirësi kalon përmes një procesi formimi. Fara pret me durim nën tokë, qahet, mbin dhe në fund shndrohet në fryt, perime apo ndonjë lule me aromë të këndshme. Të mos e lëshojmë përpjekjen pavarësisht vështirësive. Kjo e forcon njeriu si në aspektin material, ashtu edhe në atë shpirtëror. Allahu I madhëruar na jep këtë përgëzim. Me të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Padyshim, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Të jemi prej atyre që mund të shohin mëshirën brenda mundimit.